ta dallojmë ankthin do doja unë tani nga stresi, nga shqetësimet të zakonshme të përditshmërisë tonë, kur ta kuptojmë që kemi ankth apo kemi stres? Po, atëherë do ta filloni me stresin. Çfarë stresi? Stresi është vetjeta është një luftë. Në këtë na shfaqet për problematika të ndryshme. Stres mund kemi në edukimin e fëmijëve, mund kemi në humbje të punës, një vdekje në familje, një mosmarrveshje me bashkëshortin, pra arsye nga më të ndryshme, na çojnë ne në stres. Në rastin se ky stres vazhdon dhe kthehet në një stres kronik, pra vazhdon 5 muaj, 6 muaj, 7 muaj, atëherë çfarë ndodh? Ne kalojmë në një fazë tjetër që mos kontroll emocional. Ne fillojmë qajmë dhe nuk i kontrollojmë dot emocionet tona. Fillojmë bërtasim, thërresim. Çfarë është ankthi? Ankthi është mos kontroll emocional. Nuk mos furnizimi i trurit me oksigjen. Ushqimi i trurit është oksigjeni. Nëpërmjet zemrës, zemra jon punon në amulli, nuk është e smur, ka për detyrë të çojë nëpërmjet gjakut oksigjenin në tru. Nuk e bën këtë. Në këtë moment fillojnë të shfaqen mendime negative. Mendimet negative nuk janë reale, janë të ndryshme,